Ne kemi një shumicë si në kohërat komuniste. Ishte njësoj edhe në perandorinë osmane. Sepse ne u jemi besnik perandorive. E kjo është e para perandori me cilën duam të jemi. Ndaj, kjo shumicë është ndryshe, jo vetëm në shifra, por në thelb të saj. Sepse ishim të gjithë kokë e këmbë pas Osmanëve, pas Sovjetikëve, pas Kinezëve, por kokë e këmbë për shkak të imponimit, jo me zgjedhje. Kurse kjo tani është me zgjedhje. Ja pse Maria e kuptoi që nuk i shpëton dot Shqipërisë. Ja pse të gjithë po e kupton shumë më mirë të na marrin brenda se në qoftë se jo do t'i përndjekim deri në fund. Kështu që në qoftë se duan të na heqin qafe, duan të na marrin me vete.